Përshëndetje, kësaj radhe këto nuk do të flas si që kam bërë në 2-3 muajt e fundit në për videot e mia, por do të përmendi disa kuriozitete, që në fakt nuk janë kuriozitete, por janë fakte në lidhje me vendet arabe, më saktësisht në lidhje me sundimtarët, apo t'i quaj kushtimisht, presidentët, kryeministrat dhe udhëhecit e vendeve muslimane, në saktësi të vendeve arabe. Për të paju se kush i ka sunduar apo udhëhequr popujt arab dhe çfarë kanë lënë pasi janë rrëzuar apo burgosur apo janë vrarë në mënyrat më makabër. Këta lider të vendeve arabe, të cilët kanë shkuar, nuk po flas për këta të tanishmit se ende nuk dihet se çfarë fshehin nga veprimtarit e tyre të jashtëligjshme, mafioze dhe kriminale, po flas për këta njerëz të cilët kanë shkuar dhe pikërisht këta njerëz kanë qenë ata të cilët i kanë mbështet nga jashtë faktori ndërkombëtar. I ka ruajtur dhe dalë në ndihmë në rast të ndonjë atentati, të ndonjë grushteti, apo çfarëdo që ka mund t'i rrëzojnë nga pushteti. Vetëm nëpërmes këtyre njerëzve dhe me ndihmën, me lejen e këtyre njerëzve, shtetet e fuqishme të botës kanë arrit ta eksploatojnë dhe ta mjelin pasurinë e lindjes së mesme të vendeve arabe dhe më pastaj e kanë sjell apo është sjell në këtë gjendje të cilën sot e vazhdimisht po e shohim dhe po e shpjegojmë. Po e nisi me Bashar al-Assadin. Familja e Assadit në Siri nuk ishte familje vetëm presidenciale, nga ku kanë dalë 2 president, Hafez al-Assadi babai dhe djali i tij Bashar al-Assadi, por kjo familje në fakt ishte pronarja në thojza legjitime e krejt Siris, e krejt pasurisë së Siris. Sirien e kishin transferuar në një pronë private të tyre. Sipas një raporti të dalë nga Kongresi Amerikan, Assadi, i biri, Bashari, posedonte në bankat amerikane diçka mbi $2 miliard. Bile këto $2 miliard janë ato që dihen me letra, ndërsa pa letra thuhet se i ka pas në Amerikë edhe $6 miliard të tjera. Familja mbretërore e Assadit, që nuk ka qenë mbretëri zyrtarisht, por ka vepruar më shumë se familje mbretërore, familje diktatoriale. Kjo familje përbëhej nga 129 persona, do me thonë vlezërit, motrat, bashortet e tyre, fëmijët, agjallarët, nipat e tyre dhe të ngjashëm. Patundshmërit jashtë vendi, kompanit e tyre jashtë vendi, fabrikat, minierat, centralet elektrike dhe energjetike, depot e tëra me artefakte dhe gjëra monumentale të vjetra, pastaj makina luksoze, super luksoze, aeroplan privat, brenda dhe jashtë, nëse llogaritën të gjitha këto, del se flitet për një pasuri e vjedhur nga populli sirian në shumë prej midis 90 dhe 120 miliard dollar para të Bashar al-Assadit dhe familjes së tij jashtë vendi. Kjo familje leqe e ka terrorizue atë popull të mirë sirian, por e ka rjep Sirin duke e plaçkitur, vjedhur dhe duke bërë çdo gjë të zezë që kanë mujt me ja bo ati vendi. Banka qendrore e Siris në fakt
nuk ka qenë bankë qendrore në kuptimin e bankës qendrore, por ka qenë, ta them kështu, kuleta e këtyre 128 personave në kryet e tyre plus edhe Bashar al-Assadi. Kjo është familja Asadi, e cila detyrohet në fund, si rezultat i fitoreve të Ahmed Eshera dhe opozitës, ta lëshoj Sirin të përbuzur dhe të urrejtur përjetësisht. Dhe nuk mendoj kur se ata do të mund të shpëtojnë drejtësisë siriane dhe ndërkombëtare deri në pafundësi. E lam Sirien, shkojmë në Irak, koishia i Siris. Saddam Husseini, kryetari, presidenti, mbreti, diktatori, gjakatari i popullit irakian. Sipas informacioneve zyrtare, vetëm ai personalisht, duke mos i llogaritur vëllezërit, djemt, vajzat, bashkëshorten, ka poseduar në bankat e Irakut hiç më pak se 6 miliard dollar. Këto shifra i kam gjetur në revistën Forbes. Jo zyrtarisht, dihet se ai ka pasën diçka afër 40 miliard dollarëve. Në për shumë vendet të botës ka pas llogari bankare, ari të deponuar, patundshmëri. Vetëm në Tajland ka poseduar gur të çmueshëm në bankën qendrore të Tajlandës në vlerë prej 1.5 miliard dollarëve. Në ditën e rrëzimit të tij, në bankën e Bagdatit i janë marrë 2 miliard dollar cash, pare në letër cash, dhe janë bart ato para me 3 kamion. Hala nuk dihet se kah kanë shku dhe kush i posedon ato para. Iraku shkatërrohet, Saddami vritet, varret në litar, ndërsa edhe sot e kësaj dite nuk dihet se kush e ka marrë atë pasuri, në çfarë destinacioni ka shkuar dhe kush e ka në përdorim. Dalim këndej në Afrikën veriore arabe, në Libi të ndalemi. Gaddafi, Muammar el-Gaddafi, posedonte një pasuri e ditur zyrtarisht në vlerë prej 160 miliard dollarëve. 160 miliard dollar, as një cent më pak, të vjedhura, të plaçkitura, të keqpërdorura të popullit të Siris. Nga kjo shumë, 17 miliard dollar ari, gur të çmueshëm, ku në kohën një ditë para se aeroplanet e NATO-s ta bombardonin rezidencën e tij, ai arrin që gurt e çmueshëm dhe arin në vlerë prej 17 miliard dollarëve ta transferon në Nigjeri. Gaddafi ka pas patundshmëri të panumërta plus atyre parave në Francë, në Britani, sidomos në Itali, në Afrikën veriore, shumë prej tyre në Turqi, bile edhe deri në Argjentinë dhe Venezuelë. Pasi vritet, në shkretëtiren e Fizanit, në jug perëndim të Libis, zbulohen nën tokë një grop me 20 tonelata ari pasuri personale e Gaddafit. Pas kësaj, në mes qyteteve Vaha dhe Hun janë gjetur të groposura, plus edhe 25 tonelata ari të tjerë. Edhe sot e kësaj dite, aeroplan pa pilot hulumtues me laser kërkojnë në përshkretëtirat e Libis, mos gjejnë ende, sepse e din se ka, mos i gjejnë
gropat e mbuluara me gur të çmueshëm dhe me ari të Gaddafit. Në fund, Libia shkatërrohet, Gaddafi vritet, ndërsa një pjesë e madhe e pasurisë së tij ende nuk dihet se ku është, ku ka shkuar dhe kush e ka në pronësi dhe në përdorim. Shkojmë tek Hosni Mubaraku. Unë këtu po i përmendi vetëm liderët dhe diktatorët e vendeve arabe të cilët kanë shkuar, se për këta të cilët janë ende në pushtet, nuk ka informacione, sepse janë vetë shtetet ata, nuk i qesin në pa pasuritë e tyre, megjithëse që ne lexojmë, shihet herë, flasin disa analistë e disa njerëz të cilët interesohen për vendet arabe. Talam Gaddafin, shkojmë në Egjipt. Hosni Mubarak, i cili vjen në pushtet pas vrasjes me atentat të Anwar el-Sadatit në ditën e paradës ushtarake shtetnore, ku një i quajtur Islambuli, lideri i gjihadit islamik të Egjiptit, shkrep plumbat nga Kalashnikov-i i tij. Anwar el-Sadati ullur pranë tij në të djathtë Hosni Mubaraku, vritet Anwar el-Sadati, vriten disa ministra dhe general të ushtrisë, por shpëton Hosni Mubaraku. A ka qenë kader, nasib i Zotit që Mubaraku të mos vritet, apo ka qenë një komplot i përgatitur mes tij dhe vrasësve? Këtë historia do të tregon në të ardhmen. Ajo që dua të them këto është pasuria e tij e jashtëligjshme, hajnia enorme që i ka bërë Egjiptit dhe popullit egjiptian. Vetëm në Francë, jashtë vendi i ka pas plus 17 miliard dollar. Nga kjo shumë 17 miliard që vetëm në Francë i ka pas të deponuara hiç më pak se 11 miliard dollar. Djemt e tij dhe nipat e tij kanë poseduar patundshmëri në mira në Zvicër, Francë, Britani, SBA, Kanada në vlerë prej 25 miliard dollarëve plus. Hotele të tëra, muzeume, klube sportive, vende rekreacione, vendet turistike në përbot kanë qenë në pronësi të fëmijëve dhe familjes së Hosni Mubarakut. Ata, dy djemt e tij, kanë qenë partner në brende apo marka më të shtrenjta në botë, të orëve, të robeve, të këpucëve dhe ekuipmenteve të tjera. Ka njerë e them, po të kishin mundur, edhe piramidat do t'i vjedhnin apo do t'i shkruanin në pronësi të tyre. Dhe një ditë, Hosni Mubaraku rrëzohet nga pushteti, burgoset, vdes, ndërsa Egjipti pas e lën në hallakam. Ndërsa pasuria e tij ende nuk dihet se në dorën e kujt është, kush e përdor, kush punon me ato para dhe ku gjinden ato para. E lam Egjiptin, shkojmë pak ka jugo, në Sudanin e varfër. Pikërisht për të folur për Omar el-Bashirin, presidenti i Sudanit të varfër. Megjithëse që një tokë pjellore, shkretetir por një tokë pjellore përgjatë brigjeve të lumit Nil, ku kalon nga jugu në veri të Sudanit për të dalë në Egjipt, me gjithë një pozitë strategjike, Sudani është konsideruar dhe është ende një ndër vendet më të varfra në botë. Para disa viteve ndahet në Sudanin jugor, ku e marrin të krishterët, të cilët ndihmohen nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Franca dhe Izraeli. Megjithatë, presidenti i këtij vendi, i Sudanit, Omar el-Bashir,
ka vjedhur nga vendi i tij hiç më pak se 15 miliard dollar. Imagjinoni një president i shtetit më të varfër në Afrikë i vjedh 15 miliard dollar nga populli i tij. Banka qendrore, posta, telekomunikacioni dhe hekorudhat i pati shkruar në emën të tij, i ka regjistruar si pronë personale e tij. Vetëm në Tunis, Omar el-Bashiri ka pasur në diçka afër 3000 patundshmërive, ndërsa në Francë 1200 ndërtesa, shtëpi dhe patundshmëri të tjera. Gruaja e tij njëherë arrin që me aeroplan ti dërgon nga Sudani 1.5 tonelata, 1 tonelat e gjys ari pa djenin e burrit të saj. Me një fjalë, burri i saj të e vjedh Sudanin e gruaja e tij të e vjedh burrin e vet. Ky ka qenë kjo Omar el-Bashiri. Në fund, që të dy me parat e vjedhura ikin për në Arabinë Saudite dhe ku marrin azil politik. Shkojmë këndej ka gadishulli arabik. Pikërisht në Yemen, për të folur shumë shkurt për Ali Abdullah Saleh, presidentin diktatorial, i cili për dekada të tëra e ka sunduar e jo menaxhuar Yemenin edhe më të varfër se Sudani. Në Yemen zbulohen se ai kishte vjedhur 32 miliard dollar për çdo vit. Vetëm nga rishfeti i brendshëm ka fituar 2 miliard dollar dhe ato para në përmes 5 personave, të cilët kanë qenë pronarët e bankës qendrore të Yemenit, i ka dërguar për çdo vjet ka 2 miliard dollar jashtë vende. Në 20 shtete të botës, Ali Abdullah Saleh ka poseduar patundshmëri në mira objekte. Në fund, vritet në mënyrë makabër dhe, sikur edhe të tjerëve që i përmenda, edhe këtij nuk i dihet se ku e ka pasurinë tani, kush e përdor dhe në cilat vende gjendet. Shkojmë përtej vendeve arabe, në Malezi. Ish kryeministri i Malezis Najib Razak, i cili e kishte sunduar dhe vjedhur e plaçkitur vendin e tij në dhjetra miliarda dollar. Dhe ato para i kishte dërguar në mënyrë super të sofistikuar në 12 vende të botës, por nuk dihet saktësisht se në cilat vende. Ishte kryeministri i parë i Malezis, i cili gjykohet për hajni dhe korrupsion, por edhe deri në këto momente ende nuk është zbuluar saktësisht se sa para ka vjedh, por flitet se janë diçka mbi 40 miliard dollar. Për shka nuk dihet, sepse nuk dihet ku i ka dërguar, në cilin shtet dhe në cilat banka dhe në emër të kuj. Imagjinoni çfarë sistemi i perfeksionuar i hajnis i Najib Razak. Ashtu e kishte shpërndar pasurinë e tij, ashtu i ka humbur gjurmët sa edhe jo vetëm Malezia, por edhe shtete ose njerëz investigator të shteteve më të njohura të botës kanë punuar për 4 vite rresht për t'i rënë në trag se ka i ka dërguar parat dhe nuk arrin të gjejnë. Kur rrëzohet në sarajin e tij, në atë rezidencën e tij, janë gjetë 560 çanta me vlera marramense dhe 172 valigje.
krejt marka të shtrejta, zili e përpjet. Vlera e përgjithshme, monetare, e çantave dhe valigjeve është vlerësuar në $275 milion. Kur pyetet në gjykat se prej nga ato para dhe ato gjëra të vlefshme, thot se ia kishte dhuruar dhëndri i tij, që ishte një nga miliarderet hajn dhe plaçketës i popullit të Malezisë. Përveç kësaj, i janë gjetur edhe 12.000 sene, 12.000 gjëra, objekte në vlera deri në $400 milion. Kur e pyesin se prej nga këto, tha gjithashtu dhëndri. Në 5 banka brenda Malezisë janë gjetur $560 milion. Kur pyetet për këtë shumë se prej nga e ka marrë, thot se i kishte dhurat nga mbreti i Arabisë Saudite. Gruaja e tij, llogaritne, gjatë pushimeve në Havaj, vetëm një herë e blen një orë në vlerë prej $1.160.000. Gjithashtu, gruaja e tij në pushimet që i bën një herë në ishullin e Sardenjët e Italisë, për një natë paguan hotelin $25.000, qëndron 16 natë dhe në një qendër tregtare brenda 3 orëve blen gjëra në vlerë të $180.000. Të gjitha këto pagesa i bën me kartelen personale, ta quaj personale, të bashortit të saj Najib Razak. Faturat të cilat i ka harxuar vetëm në 2 pushime, thuhet se kanë qenë mbi $11 milion. Këta janë vetëm disa mostra apo shembuj të liderve, t'i quaj për fat të kesh liderve, të hajnave, të diktatorve dhe shtypsve, të thithësve, të gjakut, të popujve arab dhe musliman. Nëse nuk mund të di gjëra ma shumë se kaq, të cilat i përmenda, dhe nëse nuk dihet ende se ku janë ato para, një gjë e di të sigurt 100%, sa një dhe një që bëjnë 2. Në secilin vend të botës, një ditë kanë me dalë në shesh të gjitha hajnit e hajnave politikan, korrupsionet e tyre dhe përfitimet e jashtëligjshme që i kanë bërë sa kanë qenë në pushtet. Dhe nëse ata nuk të dënohen, do të mbesin me damka të zeza në ftyrat e tyre djemt e nipërit e këtyre hajnave që kanë vjedhur vendet dhe kombet e tyre. Mbase, edhe tek shqiptarët jam mase i sigurt, në Shqipëri një ditë do të zbulohet i gjithë korrupsioni dhe hajnia që e shbër shtetit shqiptar. Mendoj se një gjë e tillë, nëse sot jo, nëse pas një viti jo, pas një kohe të caktuar, do të zbulohen edhe korrupsionet dhe hajnit të cilat i kanë bërë në miliona e miliona dollar, po kursehem të flas në dhjetra e në qindra, në miliona e miliona dollar keq përdorime e hajni e plashkitje të cilat i kanë bërë klasa politike që nga koha e pasluftës e deri në këto momente teksa po flasem. Asgjë dijeni, mund ta dini pa ju thonë, asgjë në këtë botë nuk mbetet sekret e pazbuluar përgjithmonë. Sekretet të cilat kanë të bëjnë me hajnit, nëse jo sot, një ditë sigurisht do të dalin në shesh. Deri në videon e radhës, mirëmbëjtje.